Po nisim pikërisht me Tiranën, aty ku dita sot do t'jetë alternuar mes kthjellimeve dhe vranësirave me temperatura që shkojnë nga 3 gradë minimalja në 17 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri. Nesër e shtuna do t'jetë me diell në kryeqytet me temperatura që do të nisin në orët e para të mëngjesit me 2 gradë dhe do të arrijnë 17 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Kjo sa i përket kryeqytetit, në vijim do të ndalemi në qytetin bregdetar të Durrësit, aty ku dielli ndriçon gjatë kësaj të premteje, por edhe nesër në ditën e shtunë, me temperatura që shkojnë sot nga 9 gradë minimalja në 17 gradë Celsius më e larta që regjistron termometri dhe nesër nga 8 gradë në orët e para të mëngjesit, temperatura maksimale që do të regjistrohet për gjatë orareve të mesditës në qytetin e Durrësit do të jetë 17 gradë Celsius. Vërejmë një rënje me 1 gradë në orët e para të mëngjesit të nesër në raport me ditën e sotme. Megjithatë, le të themi që kemi qëndrueshmëri në temperatura dhe në kushte moti për këtë qytet të Shqipërisë. Për të zhvendosur mëtej në Elbasan, aty ku vërejmë se kjo e premte do të sjellë një alternim të kthjellimeve dhe vranësirave me njëra tjetrën, me temperatura që shkojnë nga 4 gradë në orët e para të mëngjesit në 17 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Nesër në të shtunën e javës, në ditën e parë të fundjavës, do të kemi vetëm diell, do të largohen vranësirat, do të jenë temperatura që nisin me 3 gradë në orët e para të mëngjesit dhe arrijnë në 16 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Kemi një rënje shumë të lehtë në temperatura nga dita e sotme në atë të nesërme, vetëm me 1 gradë, qoftë në orët e para të mëngjesit, qoftë për gjatë orareve të mesditës, çka sikur se edhe shohim parashitur grafikisht, temperatura maksimale do të shkojë në 16 gradë Celsius. Kjo sa i përket edhe Elbasanit, zhvendosemi në qytetin e Fierit, sot kemi kthjellime dhe vranësira edhe në këtë qytet të Shqipërisë, me temperatura që shkojnë nga 5 gradë minimalja në 17 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet për gjatë kësaj të premteje, ndërkaq nesër do të largohen vranësirat dhe do të kemi një situatë të qëndrueshme sa i përket temperaturave. 4 gradë do të regjistrojë termometri në orët e para të mëngjesit dhe 17 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Kjo duket të jetë situata e kushteve meteorologjike sot dhe nesër në qytetin e Fierit, një situatë e favorshme me sa duket për gjithë ata që jetojnë dhe veprojnë aty në përditshmëri. Jemi në Berat, Berati po ashtu ka një ditë të premte që do të sillet mes kthjellimeve dhe vranësirave me temperatura që shkojnë nga 3 gradë në orët e para të mëngjesit në 17 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. E nesërmja do të jetë vetëm me diell, një ditë tërësisht e favorshme, temperaturat do të jenë pak më të ulta, kemi një rënje vetëm me 1 gradë, qoftë në temperaturën minimale, ato që shënohet sapo hyn dita, në atë maksimale që do të jetë 16 gradë Celsius, pra vetëm 1 gradë më ulët se sa dita e sotme, por vlen të thuhet se e shtuna në qytetin e Beratit do të jetë me diell, çka përkthehet në një ditë plotësisht të favorshme për ta vizituar këtë qytet, sepse e dim është një prej zonave turistike më të frekuentuara dhe më të preferuara të turistëve dhe po ashtu edhe të vizitorëve vendas. Zhvendosemi mëtej nga qyteti i Beratit në qytetin e Korçës, aty ku gjatë kësaj të premteje do të shkëlqej dielli dhe do të favorizoj çdo që jeton e vepron aty, apo mbas edhe ata që kanë shkuar për të marrë pak ditë pushimi edhe për të relaksuar. Temperaturat do të jenë po ashtu të qëndrueshme dhe kanë shkuar drejt një përmirësimi të paktën krahasuar me ditët e shkuara, konkretisht 0 gradë ka regjistruar termometri në orët e para të kësaj të premteje dhe 10 gradë Celsius do të jetë temperatura maksimale që do të regjistrohet për gjatë orareve të mesditës. E nesërmja risjell edhe një herë një situatë jo fort favorshme sa i përket temperaturave, sepse ato do të kenë një rënje, minus 1 gradë do të jetë temperatura minimale në orët e para të mëngjesit dhe 5 gradë Celsius temperatura më e lartë që do të regjistrohet në qytetin e Korçës. Thënë kjo, do të kemi edhe një të shtunë e cila do të jetë e karakterizuar nga vranësirat për gjatë gjithë ditës, ndryshe nga
kjo e premte në të cilën ne vërejmë se Korça do t'jetë vetëm me diell. Nesër priten vranësira, kështu që përgatituni emocionalisht dhe jo vetëm edhe veshjet e trasha, sepse na ka gënjur pak ky moti i ditëve të fundit, duke qenë se ka një përmirësim të kushteve të motit, edhe kemi parë edhe ato mimozat, lulet karakteristike të pranverës të çelin edhe të lulëzojnë që në janar, po nuk duhet mashtrohemi nga këto trike të vogla të natyrës që vinë pa tjetër si pasojë ndryshimeve klimatike. Megjithatë, këto janë tematika të tjera që ja lëm ndonjë hapësirë tjetër të emisionit. Ndalemi tashmë në qytetin bregdetar të Vlorës, aty ku vërejmë se sot dhe nesër do të kemi një mot i cili alternohet me kthjellime dhe vranësira, me temperatura që ditën e sotme do të shkojnë nga 5 gradë minimalja në 16 gradë Celsius më e larta që regjistron termometri, dhe nesër situata meteorologjike paraqitet në të njëjtat kushte. Megjithatë, vlen të thuhet dhe vlen të përmendet fakti që kemi një situatë në qytetin e Vlorës për gjatë ditës së nesërme që është me më pak prezencë të vranësirave në raport me ditën e sotme. Konkretisht, temperaturat shkojnë nga 5 gradë minimalja në 16 gradë Celsius më e larta që regjistron termometri në këtë qytet ditën e sotme, dhe nesër nga 5 gradë në orët e para të mëngjesit në 17 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Shkojmë mëtej nga qyteti i Vlorës në Gjirokastër, aty ku vërejmë se sot do të kemi kthjellime dhe vranësira me temperatura që nisin me 2 gradë në mëngjes herë dhe arrin 15 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Nesër po ashtu kushtet meteorologjike janë të tilla, një kombinim i vranësirave dhe kthjellimeve, megjithatë me një prezencë më të ulët në raport me ditën e sotme, me temperaturat që shkojnë nga 0 gradë në orët e para të mëngjesit në 14 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Kjo sa i përket edhe Gjirokastrës, zhvendosemi në qytetin bregdetar të Sarandës, me cilin do të mbyllim edhe do të përfundojmë parashikimin e motit për Shqipërinë e Jugut. Shohim që në Sarandë sot dhe nesër kemi kthjellime dhe vranësira, megjithatë vranësirat janë në një prezencë goxha më të lartë për gjatë kësaj të premteje, me temperatura që shkojnë nga 5 gradë minimalja në 14 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri, dhe nesër nga 3 gradë në orët e para të ditës, temperatura më e lartë që regjistrohet për gjatë orareve të mesditës në këtë qytet të Shqipërisë jugore do të jetë 15 gradë Celsius. Tashmë do të zhvendosemi në zonat veriore, duke nisur me tropojën, në të cilën për gjatë kësaj të premteje, por edhe nesër në ditën e shtunë do të kemi kthjellime dhe vranësira. Vranësira të cilat do të jenë me një prezencë goxha të lartë për gjatë gjithë ditës. Temperatura ditën e sotme do të shkojnë nga 2 gradë minimalja në 11 gradë Celsius më e larta që regjistron termometri, dhe nesër nga 2 gradë në orët e para të mëngjesit, temperatura maksimale do të shkoj në 10 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Zhvendosemi mëtej në qytetin e Pukës. Sot dhe nesër kemi kthjellime dhe vranësira, të cilat ditën e sotme janë në një prezencë pak më të lartë, ndërkaq temperaturat shkojnë sot nga 2 gradë minimalja në 12 gradë Celsius më e larta. Nesër do të kemi një temperaturë minimale që do të regjistrohet në termometër 3 gradë Celsius, dhe në temperaturën maksimale për gjatë orareve të mesditës do të kemi 10 gradë Celsius për qytetin e Pukës apo për zonat përreth. Zhvendosemi tashmë në Kukës, edhe Kukësin në këtë të premte dhe të shtunë ta kemi me kushtet moti që vinë të alternuara mes kthjellimeve dhe vranësirave, vranësira me një prezencë më të lartë për gjatë të shtunës, por temperaturat do t'jenë më të ulta, sikurse edhe po e vërejmë në grafikun e paraqitur në këto momente në LED-wall. Temperaturat ditën e sotme shkojnë nga 1 gradë minimalja në 11 gradë Celsius më e larta, dhe nesër nga 2 gradë në orët e para të mëngjesit në 8 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Kjo është situata e motit për qytetin e Kukësit. Zhvendosemi tashmë në qytetin e Radhës, jemi në Peshkopi, një ditë me diell ajo e sotmja, kështu do t'jetë, ka nisur me temperatura minimale -2 gradë Celsius dhe do të arrijë për gjatë orareve të mesditës 9 gradë Celsius. Nesër do të kemi një prezencë të vranësirave, megjithatë do të vijojë edhe dielli për gjatë orareve të ndryshme të ditës, dhe temperaturat do të shkojnë nga -1 gradë në 9 gradë Celsius maksimalja. Shkojmë në qytetin e Radhës.
Jemi në Shkodër, Shkodra sot dhe nesër do t'jetë me diell, dielli do t'jetë akoma edhe më i fortë ditën e nesërme, siç e vërejmë përmes këtij grafiku. Temperaturat sa kaq sot shkojnë nga 4 gradë minimalja në 14 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri dhe nesër do të nisin sërish me 4 gradë në orët e para të mëngjesit dhe temperatura maksimale që do të regjistrohet për gjatë orareve të mesditës do të jetë 15 gradë Celsius. Kjo sa i përket edhe qytetit të Shkodrës për të vijuar mëtej me Lezhën e për të parë së bashku se si paraqitet ky qytet sa i përket kushteve meteorologjike. Do t'jetë edhe Lezhë një qytet i cili do të favorizohet nga dielli në këtë të premte dhe të shtunë, duke i lënë vendin kështu një fundjavë e cila mund të mbushet me aktivitete dhe mund të bëhet pak më e lumtur, pak të krahasuar me fundjavat të tjera. Dhe është pikërisht kështu. Sot dhe nesër në Lezhë do të kemi diell me temperatura që ditën e sotme shkojnë nga 6 gradë minimalja në 15 gradë Celsius më e larta që regjistron termometri dhe nesër temperatura do të shkojnë nga 6 gradë në orët e para të mëngjesit në 16 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Kjo situata për Lezhën, me cilën e mbyllim edhe parashikimin e motit për territorin e vendit, për të zhvendosur tashmë në rajon, jemi në qytetin e Shkupit, sot dita e premte do të karakterizohet nga dielli në këtë qytet, me temperatura që shkojnë nga 0 gradë minimalja në 9 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri. Nesër rikthehen vranësirat dhe temperaturat do të shkojnë nga 2 gradë në mëngjes herët në 7 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Kjo sa i përket Shkupit, zhvendosemi mëtej në Prishtinë. Prishtina sot ka një ditë plot diell me temperatura që shkojnë nga -1 gradë në orët e para të mëngjesit në 8 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës, shka përkon me temperaturën maksimale që do të regjistrojë termometri në kryeqytetin e Kosovës. Nesër do të kemi diell, por do të kemi edhe vranësira, alternohen të dyja dhe shoqërojnë ditën e çdo qytetari që vepron edhe jeton aty. Temperaturat do të shkojnë nga -2 gradë në orët e para të mëngjesit në 5 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Bashkë me vranësirat do të vi edhe një rënje e temperaturave në kryeqytetin e Kosovës ditën e nesërme. Për të vijuar mëtej me Milanon, sot dhe nesër në Milano është një ditë gri e cila shoqërohet nga vranësirat në çdo moment të ditës, ama është rëndësishme se të paktën nuk po shohim të ketë reshje shiu. Temperaturat shkojnë ditën e sotme nga 5 gradë minimalja në 9 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri dhe nesër do të kemi edhe një rritje të temperaturave, konkretisht 6 gradë do të shkojë ajo në orët e para të mëngjesit dhe 12 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Nga Milano zhvendosemi në Bruksel. Brukseli sot është gri, me vranësira, me temperatura që shkojnë nga 7 gradë në orët e para të ditës në 11 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Nesër vjen një përmirësim i kushteve të motit, por e njëjta gjë nuk vërehet në temperatura, sepse do të kemi një rënje të temperaturës minimale dhe ajo maksimale mbetet e pandryshueshme në raport me ditën e sotme, por po kemi një prezencë të diellit që do të jetë për gjatë ditës së nesërme në të shtunën e kësaj jave në Bruksel. Zhvendosemi në Paris tashmë. Në Paris sot dhe nesër kemi një ditë e cila do të jetë me vranësira, një ditë gri, me re, pa diell, por edhe pa reshje shiu. Temperaturat mbeten po njëjtë gjatë kësaj të premteje edhe nesër në ditën e shtunë, me temperaturën minimale konkretisht në 6 gradë Celsius dhe temperaturën maksimale për gjatë orareve të mesditës që do të shkojë 11 gradë Celsius. Dhe zhvendosemi në fund në New York, aty ku shohim se dita do të jetë me diell, por edhe me një prezencë të ullët të vranësirave sot dhe nesër. Temperatura ditën e sotme do të shkojnë nga -4 gradë minimalja në 6 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet për gjatë orareve të mesditës dhe nesër do të shënohet një rënje e temperaturës maksimale konkretisht, sepse ajo minimale do të jetë pak më e përmirësuar në raport me ditën e sotme, duke shkuar kështu në -1 gradë Celsius në orët e para të mëngjesit dhe temperatura maksimale që do të regjistrohet për gjatë orareve të mesditës në
në New York do tjetë 2 gradë Celsius. Dhe si që dini, me New Yorku ne përfundojmë parashikimin e motit. Sot dhe nesër duke shpresuar që do të shfrytëzoni në maksimumin e mundshëm këtë diellin, nga i cili do të shoqërohet vendi ynë për gjatë këtyre 2 ditëve. Në disa zona mbase situata është pak më e lëkundur me vranësira, ama të paktën nga sa pam, edhe pse gjithmonë surprizat mund të jenë prezente, nuk do të kemi reshje shiu dhe mund të organizojmë pa problem të gjitha ato aktivitetet që mbase kemi kohë që i planifikojmë dhe reshjet nuk po na e lejojnë ta bëjmë.